Lagja 24 maj në Vlorë vijon të përballet me një situatë të vështirë për shkak të gjendjes së degraduar të infrastrukturës rrugore dhe trotuarve. Punimet e ndërmarra nga kompania e cila poshtron rrjetin e ri të furnizimit me ujë kanë agravuar edhe më shumë problemet ekzistuese në këtë zonë. Hapja e kanaleve përgjatë rrugëve të lagjes ka lënë pas gropa të mëdha dhe rrugë të dëmtuara, duke e bërë të vështirë qarkullimin e automjeteve, por dhe lëvizjen e këmbësorëve. Punimet shpeshherë kanë mbetur përgjysmë, ndërsa tereni është lënë i pasistemuar për periudha të gjata. Trotuarët, të cilët tashmë janë të dëmtuar nga ndërhyrjet e fundit, përbëjnë rrezik edhe për fëmijët, të moshuarit dhe çdo që lëviz në këtë zonë. Banorët ngren shqetësimin se situata përkeqësohet sidomos gjatë ditëve me shi, kur gropat mbushen me ujë dhe krijojnë vështirësi shtesë në qarkullim. Ata kërkojnë nga autoritetet vendore dhe kompania ujësjelësit që të marrë masa të menjëhershme për rehabilitimin e infrastrukturës, sistemimin e gropave, si dhe rikthimin e rrugëve dhe të trotuarve në gjendje funksionale, sipas tyre, një ndërhyrje e shpejtë është e domosdoshme për të rikthyer normalitetin dhe për të siguruar kushte minimale jetese në lagjen 24 maj. Banorët shprehen se do të vazhdojnë të kërkojnë zgjidhje derisa institucionet përgjegjëse të ndërhyjnë konkretisht dhe të përfundojnë punimet sipas standardeve të kërkuara.